ka dalë dikush tërë që ka marrë 71 vota për të fituar mosbesimin. Ai që duhet bëj mocionin duhet si edhe emrin e kryeministrit të ri. Po, ECG një emër që pajton demokratët, lëvizjen bashk, nismën Shqipëria bëhet, Partinë Mundësia dhe këta 14 apo 17 deputet të Partisë Socialiste që janë larguar nga Partia Socialiste. Çfarë tregon kjo? Që Rama dhe Berisha kanë bërë çmos për të qenë përjetshëm pushtet, për të pamundsuar zgjedhjet e parakohshme. Është bërë kjo që të ruhet vazhdimësia. Dhe ky kryeministër është jo pse është ai që është Edi Rama, po edhe unë po të isha kryeministër. Do isha po kaq i çimentuar pikërisht për shkak të këtyre artificeve që kanë vendosur në kushtetut Rama dhe Berisha. Pra nuk kam shpresa as tek shumica parlamentare, nuk kam shpresa tek ndërkombëtarët, jo. Madje shqiptarët duhet fillojnë të refuzojnë me vendosmëri çdo ndërhyrje ndërkombëtare. Erdhën ca eurodeputet, po ju thoni që njëra prej tyre bëri autogol në protesta. Po, sepse Ilaria Salis nuk është një deputet e zakonshme. Shiko, kanë ardhur 5 apo 6 deputet të grupit parlamentar të majtëve dhe të gjelbërve. Ka të mirën dhe të keqen e vetë prania e tyre, pastaj do të flasë edhe për Ilaria Salisin. E mira është që sigurisht ka publicitet dhe ndërkombëtarizohet protesta në Tiranë. E keqja është që ata të 5 i mbëshojnë narrativës ambientaliste, ekologjike, mjedisore. Ata flasin për revolucion flamengosh. Ky nuk është dhe nuk duhet të jetë revolucion flamengosh, duhet të jetë revolucion shqiponjash. Shqetësimi për mjedisin është i drejtë, por nuk është gjithëpërfshirës. Nuk kanë dalë 10.000 shqiptar në shesh për flamingot e kuqe. Kanë dalë për një qeveri të korruptuar që ndan pushtetin dhe përfitimet e paligjshme me opozitën dhe rrjep për ditë shqiptarët, i dëbon nga ky vend dhe ka bërë politika antikombëtare në 13 vite rresht. Kundër këtyre po protestojnë shqiptarët, për atë kushtetutën që unë thash që ne nuk e ndryshojmë dot dhe këta e kanë ndryshuar sipas qefit. E kanë qepur si një kostum që i rri mirë vetëm Ramës dhe Berishës. Asnjë deputet tjetër nuk i rri mirë kjo kushtetutë. Pra nuk është për të entuziazmuar që kanë ardhur 5 deputet të gjelbër. Do të kishte qenë mirë të kishen ardhur përfaqësues nga grupi që quhet reformatorët dhe konservatorët për Europën e kombeve, pra njerëz që nuk janë kundër Europës, po duan një Europë që respekton sovranitetin e secilit vend antar. Dhe përpasoj edhe çdo lëvizje sovraniste brenda atij shteti. Ndërsa për Ilaria Salis, çështja është krejt ndryshe. Ilaria Salis është një komuniste, sot komunistët quhen antifashist për të maskuar, sepse e din që fjala komunist ka konotacion negativ, sidomos në Europën Lindore. Pra është një komuniste italiane me profesion mësuese, e cila është arrestuar në Hungari si antare e një bande, të quajtur banda Çekani, Hammer bande, e themeluar në Gjermani nga 2 persona që në kohën e kryerjes akteve ishin në kërkim nga policia gjermane. Ilaria Salis, pra me këtë band, rreth 20 persona kanë shkuar në Hungari për të rrahur hungaresë që sipas tyre janë të djathtë. Dhe me që janë të djathtë janë fashist, dhe me që janë fashist e meritojnë drurin. Pra, gjerman, francez, italian, përfshi dhe një shqiptar, një farë Regino Arzaj ose Abazaj, raportohet me 2 mbiemra, po me sa duket mbiemrin e vërtet e ka Arzaj, se me këtë është arrestuar në Francë, kanë shkuar pra për të rrahur qytetar hungarez në tokën e tyre. Ti mund të jesh 100% kundër manifestimit të krenarisë që bën e djathta hungareze, në datë ta quajmë edhe djathta ekstreme hungareze. Por e drejta ose e pa drejta e tyre për të bërë atë manifestim është brenda ligjeve të Hungarisë dhe brenda vullnetit të popullit hungarez. Dhe nuk mund të shkojë shoqja e Ilaria dhe shoku Regino nga Elbasani
dhe shoqja Ilaria nuk e di nga cila provincë e Italisë, dhe t'u japin leksion e demokracie qytetarëve hungarez duke i rrahur, duke i goditur me sende të forta, duke i spërkatur me piper, dhe pastaj të fshihen pas imunitetit parlamentar, se kështu ka dalë nga burgu Ilaria Salis, për shkak të futjes së emrit në listën proporcionale, nuk duhet harruar as ky detaj që Parlamenti Evropian pranon vetëm votim proporcional, jo votim nominal, pra jo majoritar apo të përzir. Njësoj si Fredi Beleri, edhe Ilaria Salis u bë eurodeputete dhe i shpëtoi drejtësisë. Ndërkohë që janë këta europianë që na thonë neve bënin dekriminalizimin, ose pranoni që të jetë deputet ose të rritë deputet dikush që ka rekorde kriminale, e kupton hipokrizinë europiane? Përveç kësaj, Ilaria Salis është një person që ka shkelur haptas ligjin duke zaptuar 2 apartamente në ato që quhen shtëpi popullore në Itali, pra banesa që ndërtohen me subvencione publike, me para taksa paguesve, për të strehuar ata që nuk kanë aftësi paguese për të pastrehet. Ilaria Salis ka qenë me punë, me rrogë. Nuk i takonte të zaptonte asnjë banesë, ka zaptuar 2. Madje edhe tani që merr një rrogë shumë mijëra euro në muaj, nuk i ka paguar 2 qerat e apartamenteve që ka zaptuar në mënyrë ilegale. Të arrit të themi një marrëveshje jashtëgjyqësore me komunën, me bashkinë. Hajde, zaptova një vit, 300 euro në muaj, po themi 3600 urdhëro se unë tani i marr 20.000 euro në muaj rrogë. Jo, nuk e ka bërë. Dhe Ilaria Salis ka një retorik antikapitaliste. Jo thjesht anti-oligarki, anti-amerikane. Ilaria Salis është nga ata që thotë prona nuk është e shenjtë. Po e kupton çdo të thuash prona nuk është e shenjtë? Do më thënë që Ilaria Salis jep të drejtën vetes që kur ti të kesh dalë për të bërë pazarin, të bëj të thyje derën e shtëpisë, të futet në shtëpi dhe të thotë që prona jote nuk është e jotja, se nuk është e shenjtë. Do takon mua se unë jam më nevojtare se ti. Dhe nëse nuk e dini, në Itali ka një problem gjigant me dhunimin e banesave nga njerëz që marrin të drejtën të strehohen në apartamente që nuk u takojnë. Ose dia e keni dëgjuar këtë, po është një fenomen i llaftarshëm dhe shumë i parapur në Itali. Zoti Çipi, për të ndalur tek agjentët. Këta pistat e iranianëve dhe grekëve ran, tani Albin Kurti ka gisht në gjykimin tuaj apo s'ka? Në mënyrë direkte apo qoftë edhe indirekte në Shiko. Unë nuk jap garanci me kur thon me dorë në zjarr për asnjë individ. As për veten time. Unë nuk mund të jem 100% i bindur që as ti që po më interviston mua tani nuk punon për një shërbim të huaj. Po kjo s'ka asnjë rëndësi. Sepse ajo që po ndodh në atë shesh, po ndodh sepse ka një histori të tërë abuzimi, arrogance nga klasa politike në dëm të qytetarit. Tërheqja zvarr, jo pelikanet e kuq, jo flamengot, por tërheqja zvarr e një qytetari në Zvërnec ishte pika e fundit që derdhi gotën. Tani, nëse kjo është orkestruar nga shërbime sekrete greke, serbe, iraniane, apo nga Albin Kurti, kjo është punë tjetër. Pra nëse Albin Kurti ka shkaktuar incidentin në Zvërnec. Fakti është që qytetarët, kur pan ato pamje, thanë boll është boll dhe duhet protest. Arben Kola është një qytetar që unë e njoh, nuk i njoh